Sali Berisha mos harroj çka ka bërë shumë vite para. Është bashkuar me PS-n për të mundur PPD-n Shqipëria. Këtë bëjnë patriotët. Jo të përçajnë Shqipërinë për Fredi Belerin. Po pse po këto agenda? Po tani unë nuk mendoj që ai ka një feedback, se nuk mund të jetë pa feedback. Ka feedback. Është një goditje në pikën më të dobët ndërkombëtare të Ramës. Sepse zoti Berisha me këtë gjë do të sulmoj zotin Rama për ta bërë atë si protagonistin që arrestoi Fredi Belerin, që respektoi, që nuk respektoi ja një mendje fortë. Faleminderit Andona. Po, votën e mos harrojmë që Imara është një pikë shumë e nxehtë dhe gjithmonë votat e saj kanë ndikuar në zgjedhjet elektorale. Aduena, po Europa edhe Amerika nuk majti asnjë qendrim favor të Belerit. Raporti që krijon me Greqinë, deklarata e Berishës në raport me Rama me Greqinë, unë mendoj që zoti Berisha është në këtë pikë. Më fal, unë nuk thash që Rama është burr më i mirë, se vendos një minoritar në Kryebashkisë Imarës, është një të gabim. Okej, në rregull. Por kjo e këtij është akoma me tullën. Si një minoritar që janë bërë 2 herë atentate nga mafia. S'ka rëndësi, nuk është as Mario. Nuk ka rëndësi, unë s'kam një mendim negativ si person. Jo politika. Por një minoritar nuk ka punë drejtoj Imarën turit.